Do ta përmend veç hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku I tha Ata ibn Abi Rabah nxënësit të vet, tha: "A do me të kallëzoni një njeri xhenetit? A do ta shifni një njeri xhenetit?" Dhe shikoj të ndëruar xhamatli çfarë zellë kanë pas këta për xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. A e di ç'ish duket në njeri xhenetit? A e di si hecën tokaj? Çfarë cilësi ka ai? Çfarë karaktere ka ai? E kështu me radhë. Tha Ataja: "Po bela, gjithsesi du kam çef me bëj." Tha: "Ja kjo gruaja e zezë tash që vjen, që kjo tha pe banorëve të xhenetit." Tha: "Prej ka është kjo banorë të xhenetit, pika e ditë ti." Nëse Ibn Abbasi se ka këtë drejt me thonë çka banorë të xhenetit. Mirë, po kur thoje ai I cili I ka zbrit shpallja Allahu xha atëra prejet meselja. Tha: "Që kjo gruaje kur ka ngjall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe I ka thonë: Ja Rasulullah, unë kam një sëmundje epilepsisë. Dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjëra prej lëvizjeve që nuk I kam kontroll. A mundesh me lut Allahun që të më shëron?" E pejgamberi sa mi tha: "Unë nëse do bëj dua, Zoti shëron. E nëse do bën sabër, bën durim, dhe Allahu ta jep xhenetin." Pastaj ajo I tha: "Ja Rasulullah, do bëj sabër. Ka me bë sabër me fitu xhenetin. Veç lut Allahin ku të më kap epilepsia mos t'i deshit teshat, që mos të zhvishem e të mashaj dikush pjesën intime." Zakonisht njerëzit kur I shohin smut, shejtani mund me manovru në trunët e tëne. A thu pse I ka ra kjo smuje, a thu pse kjo smuje, e kështu me radhë. Mirë, po zakonisht të gjitha sprovat e sëmundjes tek besimtari janë zakonisht për shërim, për pastrim, për largim gjunave. Andaj shikoj me mësam, si ka ardhur një smut mi than: "A ka mundësi me lut Allahin me mshëruve?" Çka thon? "Ama ban sabër se Allah ta jep xhenetin." Ban sabër, Allah ta jep xhenetin. Për çfarë arsye? Nga se sprova me mëshirën janë nga. Çdo I sprovu më I mëshiru. Sprova e thyj njerin, smundja e ul njerin, smundja ja kujton Allahun xhelel xhelalu. Pse? Ja se thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, mbledhet te njeri maja e dobësisë dhe e menon sa I fortë është Allahu xhelel xhelalu. Se kur ki pak takat mashtrohesh, kur I ki kam tetua, I ki dur tetua, I thu kam takat apo. E kur tërzohesh, s'ki takat, atëra kupton se unë jam shumë I dob. Trupin e ki s'punon. Trupin e ki s'ban. Trupin e ki një parethet tërzojnë. Andaj e kujton dobësinë tane dhe lartësinë e atina. Andaj kur ti e pranon dobësinë tane dhe e miraton lartësinë e atina, zbet rahmeti Allahu xhelel xhelalu. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut nga të bamirsave, ata të cilët e dinë se janë dopt, Allahu I fort. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, I sprovuari dhe I mëshiruami janë nga. Andaj mos u ankopi sprovës, po shfrytzoje me të mëshiru Allahu subhanahu wa taala. Çdo bela çka të bëj, çdo më dhamë smundje. Nga se alayhis salam ka përmend në vargun e smundjes edhe brengën, shqetësimin, xhembin e ka përmend. Shfrytzoje, inshallah në gjuna. Inshallah Allah ma falni gjuna. Çdo sprovë çka e ki, mundoj mi thon Zotit tan, çdo dua, o Allah, këtë sprovë ban ma pasni për gjunave. O Allah, çka të mërzi, shima një gjuna me këta. O Allah, këtë piklim çka e kam, këtë shqetësim çka e kam, këtë ngushtim çka e kam, largomi gjunaat. Për këtë arsye smundjet I largojnë gjunaat dhe të pastrojnë për gjunave.